Personat e lindur në datën 8, 17 dhe 26 të çdo muaji kanë një karakter shumë të fortë dhe janë ata persona që mund të komunikojnë me engjëllit dhe me universin. Në të njëjtën kohë, shikoni ëndra profetike. Çfarëdo që shikoni, ju shfaqen sepse ju tregojnë një mesazh. Shpesh ju bëhen padrejtësi dhe ju i sillni vetes tuaj në padrejtësi. Talentet tuaja janë të menaxhoni firma të mëdha, të jeni drejtor, të jeni në krye dhe të bëni punë që ka të bëjë me drejtësi, avokato, prokuror dhe shumë të tjerë. Gjithashtu, vetia juaj është të merreni me financat, të punoni dhe si përgjegjës në banka dhe në punë që kanë të bëjnë me shumë të mëdha parash. Por ju keni dhe inën tuaj, do të thonë atë që ju ndalon të jeni ata që duhet të jeni në të vërtetë këtu në tokë. Ija juaj këtu toksore është forca, humbja e forcës tuaj, e kontrollit dhe në të njëjtën kohë humbja braktisja. Në qoftë se doni të punoni me këto tre frika, libri Simboli mrekullive nga botimet Living, nga Merita Cakem, është në shitje. Më kërkoni ku mund ta gjeni dhe kudo që jeni në tërë botë. Kur personat e lindur në këto data që ju thash më lart, sjellin para ndërmjet menaxhimit të madh dhe marrjes përgjegjësisë dhe kur filloni të punoni me zhvillimin tuaj personal, parat tek ju shumë fishohen. Po kujdes, kontrolli, lironi kontrollin dhe lini gjërat në rrjet. Shikoj për shkrimin për këtë grupin e parë që ju dhash dhe më shkruani në qoftë se ju që jeni lindur në datën 8, 17 dhe 26 janë të vërteta këto. Dhe në qoftë se diçka nuk njini, mund të më kërkoni ndihmën që të shikojmë si ju ta ndryshoni atë jenë tuaj. Më shkruani ju të tjerë, kur jeni lindur ju dhe njerëzit më të dashur tuaj dhe më ndiqni këtu në TikTok, gjithashtu dhe në YouTube, Flutra me Fat 333 dhe komentoni a ju pëlqejnë këto njohuri të jashtëzakonshme që kanë të bëjnë me ditën e lindjes. Më ndiqni dhe shpërndani këtë video dhe në njerëz të tjerë për të mësuar sa më tepër gjëra për potencialin tuaj, cilat janë pikat e forta dhe pikat e dobta që ju mund t'i ndryshoni ato. Ju dua shumë, ju përshëndes.